Një zjarr masiv përfshiu një qell gërvishtëse në Dubai, duke detyruar autoritetet të evakuojnë pothuajse 4000 banor nga ndërtesa. Flakët shpërthyen papritur në një nga kullat rezidenciale më të larta të qytetit, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe duke ngritur alarmin. Fatmirësisht, falë reagimit të shpejtë të ekipeve të shpëtimit dhe forcave zjarrfikse, nuk raportohet për viktima apo të lënduar. Sipas autoriteteve lokale, zjarri u vu në kontroll pas disa orësh përpjekjesh intensive dhe aktualisht janë duke u zhvilluar hetime për të përcaktuar shkakun e shpërthimit të tij. Banorët janë strehuar përkohësisht në ambiente të sigurta dhe janë njoftuar se po merren masa për të garantuar rikthimin e tyre të sigurt në banesat përkatëse, sapo situata të jetë plotësisht nën kontroll. Reagimi i shpejtë dhe profesional i ekipeve tona shpëtoi jetë dhe parandaloi një tragjedi të mundshme, deklaroi një zëdhënës i shërbimit të emergjencës në Dubai. Pamjet nga vendngjarja tregojnë tym të dendur që ngrihej mbi horizontin e qytetit dhe zjarrfikës që punonin pa ndërprerje për të fikur flakët. Për momentin, ndërtesa do të qëndrojë mbyllur për inspektime të mëtejshme strukturore dhe për të garantuar sigurinë maksimale për banorët.